Përshëndetje. Kanë të takuat sot në qenën e paraburgimit? Takova një që po gjykohet për krime lufte dhe me thonë drejtën se hyna për mi dhonë optimizëm edhe i burri edhe për t'i dhoni qik gajret, si i thoni ju, dhe me thonë drejtën morë kisha aq shumë optimizëm, aq shumë jetë, aq shumë forcë. Sa unë dole i trishtum, e lash burrat fort aty mrena që kishin energji pa fund edhe pozitivitet pa fund. Edhe atë burrin që takova aty mrena është një burr që akuzohet për krime lufte dhe krimet më të tmerrshme që ai burri ka bërë. Janë firmosja e Rambujes, që i hapi rrugë bombardimit NATO-s, dhe tjetra që ka qenë më e tmerrshme se e para, ai burri ka qenë kryeministri i Kosovës dhe ka firmosur pavarësinë e Kosovës. Këto ishin dy krimet e tmerrshme dhe sigurisht që krimi tjetër është që organizoi luftën çlirimtare të UÇK-s bashkë me shokët e tij dhe tashti po gjykohet për me pa ka prova, s'ka prova për atë luftë që i ka dalë për Zot gjysmës kombit dhe gjysmës shpirtit tonë. Derisa ju ishit të Zotë Faqe në Tiranë, në Prishtinë, pa pengu, njerëzit pinë kafe, nuk qajnë shumë halën për ta burra që ju po thoni se janë të mëdhej. Pse është kjo qasje, se më thonë, edhe institucione dhe tjere? Dhe kjo, gjdo e mirë një veni dhe gjdo përpunim që i bëhet shpirtrave njerëzor, bëhet nga politika. Dhe me thonë drejtën, unë do kisha shumë dëshirë që nga ky vend ku unë po dalë, të kisha mundësi sa do pak të jepsha një mesazh për politikën e Kosovës, për mënyrën se si ushqejnë masat dhe njerëzit e tyne. Dhe në qoftë se unë para disa ditëve në Tiranë kam dalë dhe kam thonë që mbaroj përfundimisht etapa e feudalizmit bolshevik. Unë menoj që me plot gojë në Prishtinë për këta lider që keni më të gjallë se kur feudalizmin bolshevik. Dhe kjo punë duhet mbaroj. Çka është për njerëzit që na shohin? Feudalizmi janë bajraqet e shqiptarëve me kokën e vet që mendojnë sepse etapa dhe historia fillojnë atë ditë që ata kanë ardhur në fron. Ky është feudalizmi shqiptar dhe baraktarizmi shqiptar. Dhe në mënyrën se si këta njerëz komportohen me masat, për t'i drejtu masat, aty fillon pastaj feudalizmi bolshevik. Dhe mënyra se si sillet ata njerëz, duke mos thonë të vërtetën. Politika juaj. Politika juaj sillet në mënyrë bolshevike. Sillet në mënyrë bolshevike me historinë e Kosovës, sillet në mënyrë bolshevike me njerëzit që ndryshojnë Kosovën që punojnë ditë-natë, dhe sillet në mënyrë bolshevike duke krijuar hendekun e luftës midis të aftëve dhe të paaftëve. Çka ka lidhje kjo me këta burra? Kjo ka lidhje shumë me këta burra që janë këtu, sepse unë personalisht kam një breng të madhe që duhet ta them përpara jush, sepse aty tek gërmallat e Fish Cityt ka qenë kompi më i madh i 1999 me vëllezërit tonë prej Kosove, aty ku ka ardhur Tony Blair, në rënojat e Fish Cityt. Dhe gjitha i eksodit 800.000 burrave dhe familjeve, dhe aty në burrave që kanë ardhur për me mbrojt familjet e tyne, për me mbrojt fëmijët, me mbrojt pleqt, dhe me mbrojt se s'po gjej fjalen edhe nuk du me bënë një gabim, brekte grave, i themi ne, e nuk janë kthy në Kosovë mas tyne burrave për me luftu që i kanë dalë për Zot shtëpiave tyne për t'i rujt. Dhe ata burra që i kanë rujt shtëpiat e tyne, si i kanë rrit këta fëmijë që kanë qenë 2 vjeça, 3 vjeça, e sot janë nga 22-3 vjeça. Ku është e rinia e Kosovës? A din se kush e ka bëhat luftë? A din kush e ka rujt shtëpiat? A din se kush ka sakrifiku që ata njerëz gërthasin sot dhe thonë, "Oh, hey, është mirë me kënë shqiptar." Oh, hey. A gërthasin kështu apo jo? Po si është mirë me kënë shqiptar? Ma thuj, me dalë me kërthit në stadium?
apo me dalë me gërthit këtu para këtij gjyki, edhe para kësaj gjykate dhe për me thonë që hey, zotnit në Rum, këta na kanë mërë shtëpiat, na kanë mërë vatanin, këta kanë po luftën. Si është më mirë? Edhe unë nuk shoh asnjë njeri këtu nga gjitha ajo rini, nga gjitha ata fëmijë që kanë qenë në Shqipni, e këta burra kanë qenë du luftu në Kosovë. Si ka mundsi? Ku janë? Ku janë ata për mos me i prit këta gjyqtarë çdo mëngjes kur vinë në seanca me lule, edhe për t'i thonë, a është turp kjo që i boni për kombin tonë? Ku është e rini që i thonë, kombi shqiptar me rinin më të fortë edhe me moshën më të re? Ku janë? Ku janë? Ku janë? Nuk shoh asnjë njeri këtu. A ka më turp të madh? Shoh ca burra të motivuar, ca burra të fortë atje mrena, që më ka qitë gjithë optimizëm për jashtë. Ku janë? Turp për ju. Po çka kanë lidhje qytetarë kur politikanët nuk po kujdesen për ta? Allah, unë të fola fjalët e shpirtit tim. Kujdes sepse feudalizmin bolshevik që të ne marroi para 2 javë, tashti jeni duke gëzu ju. Dhe hiqni dorë nga i feudalizëm bolshevik, sepse do të shkatroni gjithë rinin dhe do të shkatroni gjithë kombin shqiptar.